Edhe një, veç edhe shto për du me përfundu. Po shumë shkurt, zotri Gjata, se na... Nëse lyp tolerancë, do të me qenë tolerant vetë. Nëse lyp drejtësi, do të me qenë drejtësi vetë. Nëse lyp, mës me pas kesh përdërime, do të me bërë këtë vetë për kënë përdërime. Edhe për linë pytja, veç një pytje kam, që tash. Për shamë, hoxha fletë për drejtësin, e ka bo shpim pas kap. Ka. Me njës, Stërgjyshi ka pas pasoni. Edhe Stërgjyshi, që Bargjyshi... Mërënda natës bo me kumblesi njëri tjesh 300 euro njëri. Sot ka Bereqeti 30.000 euro shesh. Bargjyshi jam ka qenë i posën. Bargjyshi jam ka qenë i posën, ka qenë mashrus, edhe i ka shfrytzuat varfrit, i ka shtim me prashit, ajo s'pasunu. Me intrignat e veta, me mashtrimet e veta dhe me bashkëpunimin me pushtetin. Pra më s'harra, që askush nuk mundet me u pasuru me punë. Po, pasuria është prej Zotit, bohu i drejt, pasuria të vjen, ka sta merë mendja Zotit. Në, pasuria, ka sta merë mendja. Veset kuranor, dhe kur juve ju mbyllën shumë dyrë, a jetë është kuranor, ju mbyllën dyrë, edhe ju mendoni se nuk keni rrugdalje. Dhe atëherë, thot, nëse jeni të sinqert, nuk keni bërë mashtrime, Zoti do t'ja hapë dyer, ka s'ja merë mendja. Njerëzit, për një ditë pasunohen bërë milioner. Driljan, për fund. Për fund, po. Si për fund, lutem. Për fund, une mëj mos me pajtu për shamull. Arlen, se po Mundet mos me pëlqy për shamull zoni i Ikbalit, po une e dëgjaj për shamull. Jam i gatshëm me dëgjue shqetësimin e saj, edhe jam i gatshëm me kuptu çka përshtin ata me fol me zot pak ngritën. Ndoshta nuk pajtoj as me Gashin për një ditë tina, po jam i gatshëm me diskutu me sa, sepse edhe une kam qenë intolerant në një kohë për i kohëve të mija, djalerisë hershme, po psikoterapia më ka pru me kam tokë, edhe na nuk e etiketojmë tjetrin, thjesht mundohem me kuptu qka e ka quë tjetrin, me thonë që t'jallë se me moj që t'qendrim, pra me kuptu, jo me gjyku se kolaj po gjykojmë, po cila është zgjidhja. Unë mënej që zgjidhja është na nuk jem tullat njejta që përbojmë një diçka, po jem si një mozaik, që aden jem pjesë e shëshnisht tash, si cili ka deka e koha që mos me toleru tjetën, sot edhe me legje kena obligim me toleru tjetën, bile nuk po pëlqen fjala tolerancë, du me kuptu edhe me dash tjetën, sepse unë mënej që, qëre, toleranca nuk do me thonë me hek dorë nga bindja jote. Unë e mendoj që tolerancë do me thonë me dash tjetën edhe kur ti nuk pajtohesh me ta. Edhe me të shkel me i herë, kur ti nuk pajtohesh. Që shumë kanë shkel shumë raste për shkak shamit. Okej, edhe nëse të kanë shkel, spaku me kuptu që ka shty ato me të shkel ty, edhe që ti du të me reagu njërë të shëndeshme ndaj një shkelet e tilë. Ka procedurat të shëndeshme, s'kem nevoj për shamull mos me... Procedurat, të marin në qaft, fusin edhe një dy fjallë pa ta mi thonë, dhe më thonë... Unë po mendoj që Ikbal për shembull mendoj që Zoti neve në fundit nuk ka me na gjyku sa njerëz i kena shtin fe, po ka me na gjyku sa njerëz i kena mundësue me ndihmu me gjetë rrugën të Zotit. Zoti thotë udhëzimi është i imin, ti predikoje si duhet, se mundesh me marrë në qafë dikont, me shumë tolerancë. Jo, ti nuk ka mune tolerancë që se ti vjene ma ofendon, ma abuzon familjen time. Po e kërkoj drejtësin. Imam Hyseni na kam skaran shehit për drejtësi, nuk ka ra tolerancë ka pas, ama jo me në shkel.